Tani pran e kam edhe trajnerin Jeronimo Sharin. Coach, after 3 losses, first win of the season, you were 12 points behind, but then you had two fantastic series, especially the last one in the fourth quarter. What decided the game tonight? It's a simple answer. These people and this gym and support what people of Jakova give to Vlaznimi just give us like extra energy, extra motivation. Last year I think I didn't lose any game at home. I hope it's going to be the same thing like this season also. The team find extra energy. They were a little bit smarter. Second half we still got new team, a lot of mistake offensively, defensively, but let's say the first win is always the hardest, and I wish all the best to Bora, and hopefully we're going to continue like this. Thank you very much. Thank you. Pra, ajo që tha trajneri Jeronimo Sharin e pyeta ishin startuan patën 12 pikë minus, megjithatë arritën, pra është fitoria e parë pas 3 disfatave të psuara si vjet, kishin minus prej 12 pikëve, mirë po në fund arritën pra që ta fitojnë, sidomos duke falenderuar asaj seris prej 19-0 në çerekun e fundit. Ajo që tha trajneri Jeronimo Sharin, tha patjetër, tha se është atmosfera dhe kjo palestër ajo që jep ekstra motiv lojtarëve të tij, të cilët kanë treguar pra vullnet dhe shpirt për të luftuar. Tha nëse nuk gaboj, tha edicione kaluar nuk e kam humbur asnjë ndeshje në shtëpi dhe shpresoj që të jetë kështu edhe si vjet. Tha kemi pasur pra në pjesën e dytë, kemi luajtur shumë të angazhuar, kemi qenë shumë agresiv, kemi luajtur më mençur dhe shpresoj që kështu edhe të vazhdojmë. Tha edhe ju uroj shumë fat edhe skuadrës së Borës, adhurues të basketbollit. Me këtë ndeshje faktikisht po e përmbyllim edhe xhiron e 4, ndërsa gjatë mesjavës pra e thash na pret një mesjavë fantastike basketbollistike, skuadrat tona në arenën ndërkombëtare. Të martën nga ora 19, 2 duele Sigar Prishtina në IMBL në Prishtinë pret Dinamon e Zagrebit, e udhëhequr nga Damir Mullaomerovic, ndërsa bashkimi skuadrën legjendare Cibonën e Zagrebit, dyer kampionën e Evropës, skuadrën e Dražen Petrovicit, të mërkurën Trepça, skuadrën e famshme greke PAOK-un dhe Peja 0-3 në FIBA Eurocup për femra do të pret skuadrën e Vilnusit. Nga Una Gonfemiu dhe ekipi realizuesi Oksigenit, kaq për sonte, ju vazhdoni të qëndroni edhe më tutje me Art Motion.